Operacioni koduar rrjetë e Mirimangës përfaqëson një nga sulmet më të guximshme dhe të sofistikuara në Ukrainë kundër objektivave ushtarake ruse. Më 1 qershor, 100 dronë ukrainan sulmuan bazat ajrore ruse në një zonë të gjerë prej mijëra kilometrash, përfshirë dhe rajone si Murmansk dhe Amur, përreth rrethit arktik. Objektivi kryesor ishin bombarduesi strategjik rus me kapacitet bërthamor, të vendosura në bazat ajrore të thella në territorin rus. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë konfirmoi goditjen e 5 rajoneve, ndërsa dëmet janë të konsiderueshme, raportohen në bazat e Murmanskut dhe Irkutskut. Fotot satelitore të shpërndara nga kreu i shërbimit sekret Ukrainas tregojnë qartësisht bazat e sulmuara. Ai zbuloi se dronët ishin futur fshehurazi në Rusi përmes gabinave druri të montuara në pjesën e pasme të kamionëve, të maskuar dhe të komanduar në distancë. Pamje që qarkullojnë online tregojnë dronët teksa ngrihen nga kamioni, ndërsa shoferët, sipas mediave ruse, ishin rekrutuar për të shpërndarë kabina druri pa dijenin e përmbajtjes reale. Nga ana tjetër, presidenti Zelenski deklaroi se operacioni u përgatit për gati 19 muaj dhe përfshiu 117 dronë. Ai theksoi se të gjithë ata që morën pjesë në këtë mision tashmë janë të sigurt jashtë territorit të Rusisë. Ukraina pretendon se ka goditur 41 bombardues strategjik dhe të paktën 13 të shkatruar. Edhe pse Moska minimizoi dëmet, analistët thonë se rikuperimi do të jetë i vështirë dhe zëvendësimi i avionëve pothuajse i pamundur.